أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet janë për Allahun Zotin e Gjithësisë. Vetëm atë e falënderojmë dhe vetëm për atij e kërkojmë ndihmën. Ata që i madhi Zotit drejton nuk ka se kush ta çojë në humje. Ndërsa ata që drejtësia e Zotit e lën humje dhe veprat e tij veç Allahu mund ta ndihmojë. Dëshmojmë se pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Zotit, i cili i erdhi me Kur'an, dalluesi të vërtetës nga shtrembra deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahu të qoftë që jeni edhe për ju që jeni sonte bashkë. Allahun e lutem që inshallah na majnë në këtë dinë dhe mos na ndaj nga namazi. Namazi është drita e dy jetëve, edhe për këtë botë, edhe për para Allahut xhalla xhelalu. Për sonte morëm gjithsej dy këshilla nga Hasan el-Basri, Allahu na mëshiroj. Hasan el-Basri ka qenë tabiin i madh. Tabiin do të thotë një person i cili ka nejt me sahabët, me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka marrë prej atyre, ka mësuar prej atyre, ka studiuar prej atyre, ka jetuar bashkë me ata, edhe Hasani Allahu mëshiroft është nga tabiinët e mëdhenj. Me të vërtet ka përfituar dhe ka lënë këshilla të jashtëzakonshme. Një dy morëm sonte nga Hasani Allahu mëshiroft inshallah. Por para se të vim te këshilla e Hasanit, po ju them ju për fjalën e Allahut xhallal xhelalu në Kur'anin e Madhrueshëm, e cila bën fjalë për sprovë. Allahu xhallal xhelalu na drejtohet Kur'anin e Madhrueshëm dhe thotë: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wan-naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri as-sabirin." Sadaqa Allahu al-azim. Ne thotë Allahu xhallal xhelalu do t'ju sprovojmë juve me çdo gjë. Në vetët tuja, me smundje, me fukarallëk, me humjen e vetës tuaj, edhe në fund fare thot, edhe në pemë, ne do t'ju sprovojmë. Dhe me thonë, tek pemët, tek frutat atyre, pra nuk ka ma me i marë frutat e pemëve, për shumë ashtu lehet fare, si që ishin në kohën e Ademit a.s. që pikeshin, rretëshin vetë. Pra pemët do sprovohet, do bëhen me krem, do kalben, do lloje nga më të ndryshme. Dhe Hasani Allahu mëshiroft, unë i përmenda kur ishin ligjëratat i nalt në Kruj, dhe një pjesë i kalova atje dhe 2 mjelen person të këtu, edhe janë shumë interesant. E para ishte mëkate pa pendim. Të më thonë se si zhytën njerëzit duke bën gjinove për nuk pendohen. E dyta ishte dije pa zbatim. Allahu na ruaj. Dhe më thonë, mëso sa dush, ajetet Kur'anit, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mëso nga jeta e sahabëve, mëso dhe detyrit kësaj bote, nuk vën zbatim. Nuk vën zbatim. Si do a them unë, e mëson ajet e rregullore për shembull për ta drejtuar një mjet, një makinë, e mëson gjithë se vën zbatim, futet gabimet. Shkoj jeta. Ndërsa këtu tek feja, shkon dynjaja, shkon edhe ahireti. Se më mirë dynjaja me shku, po problemi është shkon edhe ahireti, kur nuk zbatohet do. Pra thot, dije pa zbatim. Dhe e treta, zbatim pa sinqeritet. Allahu na ruaj. Shiheni. Pra grupi i dytë, dije që nuk e vën punë. Grupi i tretë e vën punë, po s'ka sinqeritet. Prapë më rrezikshme. Ma e keqe. Në një kohë kur vepra që të pranohet tek Allahu xhallal xhelalu do të jetë me sinqeritet. Me sinqeritet do të thotë që të bëhet vetëm për hir të Allahut. Mos ketë domethënë ansore të tjera përveç se për Allahun xhallal xhelalu. Edhe rreziku që nëse ka ansore të tjera, Allahu xhallal xhelalu do thotë shko merreni atje. Për cilin e ke kryer? Çka ke pas net në zemër? Pra nëse s'ke qenë sinqer me Allahun xhallal xhelalu, nuk pranohet vepra. Pra vepra e ka kusht të domosdoshëm
sinqeritetin për hir të Allahut xhel xhelalu. Edhe kjo që ishte sonde, po e katra ishte bekim pa falënderim. Allahu na ruaj. Edhe shkurtimisht pra po them të shifini. Allahu i jep robit bekime, begati, mirësi, begati, furnizim, rrezik, bashkëshorte, fëmijë, tokë, shtëpi, mjete, punë, miliona i jep Allahu xhel xhelalu, urve puna s'ka falënderim. Unë i shoh ato njerëzit që dalin aty, grumull për natë. Pyetje parë që u bëj aty në orë, ju a jeni falënderues të Allahut xhel xhelalu? Ju a jeni adhurues të Allahut xhel xhelalu që doni me ndryshu këtë vend? Se Allahu xhel xhelalu thot, vendin e ndryshojnë ata që janë afër Zotit. Po përsi ata, pa falënderim, pa adhurim, i kemi në ata. Njeriu që s'ka adhurim dhe falënderim, njësoj të gjithë, deri ditën e gjykimit, po janë ky lloj, nuk ka hajër. Edhe e treta që kishim për sonde, dhe më thënë sprova pa pajtim. Kjo smundje më rrezikshme njerëzve. A dini ç'do thotë sprova pa pajtim? Asonin Allah me shirot inshallah se me të vërtet kalon këshilla mësime, edhe kalon edhe vepra personale që në kohën e tij zërë se ka pas dy. Adhuruesi më, mësuesi më, dhe më thënë njerëzit kanë nejtë në radhë me përfitu prej Hasanit. E çfarë thotë? Do ketë, thot, grup njerëzit që do t'i sprovohen, thot,